Shiko, duke ju referuar ngjarjeve të relatuara, disa prej këtyre personave që ne i kishim marrë të pandehur, vite më parë, pranë vitit 94, disa kohë pas ngjarjes, ishin arrestuar në Greqi me armë pa leje. Dhe duke qenë se ishin arrestuar në Greqi me armë pa leje, ne kishim shumë interes në lidhje me këta persona për mënyrën se si ishte zhvilluar procesi, për mënyrën se si ishin mbledhur dhe çfarë provash ishin kapur këtyre personave. Dhe pastaj, duke i kryqëzuar me provat që ne kishim në dosjen tonë, provat që duhet na vinin nga Greqia, patjetër do krijonin një tablo më të qartë të autorëve të veprës penale. Por çfarë ndodhi? Autoritetet greke, nëpërmjet ndihmës juridike që ne i kërkuam, e kthyen të cunguar përgjigjen. Dhe pikërisht këto element që unë ju thash që ne kërkonim, pikërisht këto element nuk u sollën. Nuk u sollën çfarë provash ishin sekuestruar personave të arrestuar, çfarë armësh, numrat e armëve dhe shumë elementë të tjerë. Dhe mangësia e parë, mungesa e plotë e letërporosisë. Mangësia e dytë që ishte e shtetit shqiptar, ajo humbje e atij fashikulli që ju shpjegova më parë, e bën që procesi të ishte më i vështirë në drejtim të provueshmërisë së plot pas fazës së marrjes së tyre të pandehur. Pra, letërporosia greke u kthye si përgjigje, por jo e plot në bazë të gjitha kërkesave dhe në bazë të ndihmës juridike që duhet t'i jepni.